Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka planifikuar që si vjet t'i ketë në fokus bizneset e reja që vijnë prej komuniteteve pakic. Kjo sipas drejtorit të kësaj drejtorie do të bëhet me qëllim për t'i vënë në pas si biznese, teksa për ta do të bëhen katalogje e trajnime për të ndikuar edhe në avancimin e tyre. Në kuadër të projekteve të shumta të Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit në komunën e Ferizajt, një nga këto projekte është edhe projekti për t'i përkrahur bizneset e komuniteteve jo shumicë në komunën e Ferizajt. Lidhur me këtë çështje ne kemi dhënë një buxhet rreth 35.000 euro, ku parashihet që bizneset e komuniteteve të dalin në sipërfaqe. Ne do të bëjmë një hulumtim për ta, do t'i evidentojmë cilat janë ato biznese, po ashtu ne do të krijojmë një katalog me bizneset e komuniteteve jo shumicë në Ferizaj dhe një database të tyre, në mënyrë që të dimë sa janë prej tyre dhe të shohim forma të përkrahjes së tyre, që përmes institucioneve komunale apo përmes institucioneve ndërkombëtare. Po ashtu po planifikojmë që të mbajmë trajnime për ta dhe në fushën se si duhet të zhvillojnë biznesin e tyre, si duhet të gjejnë forma për fitimin e granteve nga organizatat e ndryshme, sepse shumë prej këtyre bizneseve nuk kanë njohuri se si mund vinë deri një grant. Po ashtu kemi planifikuar në këtë projekt që të ketë bizneset e komuniteteve jo shumicë, me disa nga bizneset e mëdha në Ferizajt, të organizojmë takime në mënyrë që të shkëmbejmë përvoja dhe të marrin eksperjenca të reja se si mund zhvillohen, e pse jo të shohim edhe ndonjë mundësi bashkëpunimi. Dhe po ashtu në kuadër të këtij projekti ne po planifikojmë që të organizojmë edhe disa panajire në qytet, në qendër të qytetit, ku bizneset e komunitetit jo shumicë do të kenë mundësi të ekspozojnë produktet e tyre dhe kësaj përpos që mund të realizojnë shitje gjatë këtyre panajireve, po ashtu ata do të kenë mundësi edhe të promovohen edhe të shohim, sepse kemi edhe shumë biznese këtu të komunitetit jo shumicë, ndoshta janë vogla, por që kanë prodhime dhe përpunime të tyre kualitative dhe ndoshta shumë për njerëzve nuk e dinë dhe kësaj ne po mundohemi që ta keni një përkrahje sa më të madhe edhe këto biznese, sepse i kemi ndihmuar edhe të kaluarën me subvencione, por shumë edhe forma tjera që t'i përkrahojmë ato. Dërguti ka theksuar se këto biznese janë kryesisht familjare e të paregjistruara, prandaj projektet si këto do të jenë bindëse për rrugën që duhet zgjedhur për mirë funksionimin e biznesit. Vlen të theksohet se një numër i konsiderueshëm i këtyre bizneseve që ne kemi hulumtuar janë jo biznese të regjistruara, por janë kryesisht ndoshta biznese familjare që punojnë nga shtëpia, qoftë edhe biznese prodhuese për punues ose biznese artizanale, por ne po përpiqemi që t'i bindim ata që për të ardhur deri tek subvencionet e ndryshme nga organizatat e ndryshme, ato duhet të regjistrohen, edhe mandej duhet të shohin mundësi të tjera për ta zhvilluar biznesin e tyre edhe më shumë, sepse nuk ka njohuri dhe ideja është që edhe përmes këtyre trajnimeve që ne kemi planifikuar të i mbajmë me ta, t'i aftësojmë edhe në fushën e menaxhimit të tyre, por edhe në fushën e gjetjes së mundësive për të fituar subvencione, për zhvilluar marketingun e tyre më shumë dhe për të rritur kualitetin e prodhimit sa më shumë. Komuna e Ferizajt edhe në të kaluarën ka ndihmuar biznese të ndryshme që udhëheqen nga këto komunitete.